Ja pse po menon që banorët e Bikut pritoj një farë forme me përmend emrin tanë edhe i kom dëgju edhe në për intervista që e përdorin me ironi. A është kjo për shkak se ti je më i fortë se ta, apo për shkak të ku mundet me qenë problemi? Ta nuk kom i, edhe kur e kom pa unë, ata ishin bo shoqërinë më zveti, vllazërinë më zveti, kimia në më zveti, edhe nuk kishte, edhe kam shiku pak a shumë, edhe nuk kishte diçka që bëm, edhin me thonë, wow, lojtar të mirë, edhe unë kur hira me sulmu, edhe aty mendoj që ja ka nis temën Bigu për qatë ditë. Edhe a kanë unë nuk besoj, po kanë që nuk kam mujtë kur me mekë, se jam më i nominuar prej 4 edicioni, jam do më thonë 13 herë i nominu. Më duket edhe 11 u konë Alba, Gjeneta u konë 12 herë, unë 13 herë. Më thonë më duket ashtu, po jam më i nominuar i këtij edicionit mas shumë ti unë. Dhe atyre ka ardhin atë që kus ka mujtë, se qyre, ballë për ballë unë kam kërku edhe me Leonën, edhe me Klodin, edhe me Londrimi, po kus më kanë ballave, do më thonë, me qenë nominim. Edhe ata, unë kur i them, a më ki ek mu? Jo, mu ka ek produksione, që më ki ek ti. A kur ki qenë me mu nominim, a ki mujtë me mek? Jo, që kjo është e. Ama të jemi të qartë që bazë përfundimit të Bigut, ata vetëm kanë përmendë emër temë sa i dju. Edhe asë një emër nuk përmendet, e pa çfarë politika në pëbajnë. Tashe, nuk e dhezi shumë që unë ja uroj pasha Zotin nga zemra, ja uroj edhe ja kom postu, edhe kam qeni unë kam qeni gëzum, ku s'fitoj Ludo që ka fitu Londrimi, pasha Zotin, por ai nuk ja dhezën ato këngë që e bori, gjitha i formacion brapa, gazetar, e klani, gjitha, tash përsëri po bashkohen me Treshin, që me marrë pak audiencë ma shumë, po kote kam do më thanë, sepse shoqëria këtyre është falso, nuk është origjinale. Okej, çka mendon tash si qef për Klodin edhe për Elionën? A menon që kanë me qenë afat gjatë apo thjesht? Klodi unë kam bisedu shumë edhe gjuhë frënke me atë, unë kurse kam nominu ato, as Beniten, as Ludon, as Alban, ju e keni pa as Arditin kur tam kishin shko që më kishin mitë këtë të më nominu. Edhe tani është aty në Google, është zyrtare, kusht ka nominu e kështu me radhë. Sa i përket Klodit, unë mendoj që Klodi ka qenë më i dashurum ndaj ma sensuale dhe ma e ka të rejkë Benita se Eliona. Me Elionën, qofsha e gabuar, e kanë vetëm për vëmendje edhe e kanë për shikueshmëri dhe për me marrë do një reklam e kështu me radhë. Unë nuk besoj që do zgjatë edhe një 3 muaj, jo ma shumë, ashtu që kam thonë me 3 deri 6 muaj, ashtu kanë mu konë bashke, kanë mu bo, a ka dalë që kjo, por ja uroj inshallah, ja uroj pse jo, edhe kom thonë se bon ata bashkë me zor po shkoj darsëm me ata, ish pa ftu, edhe ja pagoj gjysën e misafirëve dhe muzikën pa pare. Vetëm ne të bon bashkë. Spaku ne t'ja plotson dëshirën e nënës se Klodit, sepse ai gjithmonë ka pas dëshirë që Klodit të martohet me një shqiptare. Edhe unë varësisht që ai nuk më ka dhënë dorën fund, është gabim se shqiptari, me qenë edhe as fundin japin dorën njëri tjetrit, por edhe me qenë se që Klodi do të me kërku, nuk e di qysh klani e thret Klodin kur vllau i Klodit ka kërcënu me jetë gazetarin e klanit, Kron Sadikun. Gjatë qëndrimit në Big, as nuk e qesin në prime, me thonë, apo largu është ti nga kjo deklarate e vllau tënd, po janë tu që mos me upë vëmendje shumë Klodi, sigurisht. Po ato kur e ka kërcënu, se e di që ka qenë edhe publike, po. Po, tani babai i Elionës ka kërcënu qytetin tim, që jeni bugar, kom ju vra, ju jeni sërbë, çka mos. Edhe këto nuk e kanë shfaq në prime që vajza apo largohet nga kjo deklarate e babait, që a mu vetëm që të qenë keq, domethënë kërkojshin për meje, me bo dinamik, me bo loj, me ngrit debatet, sepse bash një regjisor, një ditë më pa regjisor, tha vetëm që muzikë gjumi, tha mas 2 minuta qu se u dhez labi, sepse ti tha na ki çmontu tha me loj, sepse njerëzit disa njerëz pak më të moshume, gratë, burra, mendojnë se aty jetimi, aty nuk kemi shku na se me bledh, unë jam jetim për 99-ën, për 2002-ën e 2003-ën,
Kupton, domethënë aty nuk është vendi për jetima, as nuk është vendi për 18 vjeçare, po 18 vjeçare është për shkollë. Po gjithsesi, gjithë ato ofendime që ku marr, unë e kuptoj se nuk e kuptojnë se bigu është për me, nëse ne nuk bëjmë dinamik, nuk bëjmë lojë, nuk ka kush që neve na shikojnë, nuk është interesante, ne është aty mbi 100 e diçka sponsorët. Nëse kamerat nuk kalojnë, ne ku bëjmë pak debat, ata sponsorë largohen sepse nuk është interesant. Ka qenë Klodi agresiv ndonjëherë brenda. Shumë herë ka qenë agresiv edhe me mua, ju e dini që më ka me Go Plus më ka hedhur në sy, nuk ka marrë asnjë dënim, cili sot e kësaj dite kam probleme me shikueshmëri, domethënë kam probleme, nuk muj me pa offer jashtë për kësaj nuk besoj për midhi që më ka qitë Alba, se midhi që kam lexuar midhi të bën mirë në sy, po çaja për Go Plusit unë kam probleme me sy. Edhe nuk e ka marrë kurrë dënim, a ka qenë agresiv. Po, kur shkojsha me tenxhera Fortina, shpesh ka mujt me dal për vetit, por e kam për zotin ka ditë me bo politik. Aty në francisht të ke cousin, tu dia tes gens, ne pas. Mos nominoni shoqënia jote se nëse nominona kam frikë që do dalësh me njerë. Nuk është nominuar 2 herë, një herë nominu. Ti je lojtar i furt, edhe kur ja dalësh deri fund, kur nominohesh non stop, atëherë je lojtar, po jo lojtari që nuk nominohesh kurrë, edhe deri finale. Sikur i Gerta as 1000 vota që kanë qit finale, 1000 vota total s'ka pas. Është kështu. Qëre nuk kam dëshirë më kthy te Bigu ka përfundu. Un kam ftesa për disa reality show për Shqipërisë, edhe kështu që presim çfarë do bëhet. Të kena po edhe në shoqëri të Rogertit, postun një Rogerti kom njoftë edhe paka shumë ka qenë në disa brëmjet e mia para se me në Londër, po unë se kom njoftë personalisht. Edhe te Piano Bar, te një restorant bank food në Angli, në Londër, si kom njoftë. Edhe pata unë e kom ditë edhe më tha konkretisht, tha të kam shiku deri momentin e fundit, derisa të ka i ngruja tha në Big. E thash tha, po nuk o mujtë, tha, une po të kisha lujt lojën që jam ky djalë, tha, mbas 2 javë më kishin qitë jashtë. Unë mendoj që e ka marrë lojën time, po ka qenë pak më agresiv, mendoj, thojza, ma ofendime ka pas, por produksione ka ditë me majtë lojtarin i cili i ka gjallë nuk shpijen. Po kam disa ftesa, po s'po them ku. A me në shqyrtu me hi? Po pse jo? Me cilën për lojtarët Kosovës shenja atje? Klodin, Elionën, Benitën? Nuk them që nuk janë lojtar të fortë Benita. Benitën ku mujt me njerë, në fakt une natën ka qenë natë e ejtë, mëngjes mendoj premte mëngjes, une ku qenë po ja kam dhënë besën dikujt për Edin, që nuk e nguci, sepse po mos të kisha dhënë këtë besë, unë qëtë natë ku mujt kam qenë afër me ek rekorder botëror me qenë 4 veta me zavërzi, kam qenë shumë afër. Po pa ta mësulmu mua, edhe gati edhe me boks edhe me ra, më të mësulmuj Edi, Sasa, Klodi edhe i Gjerta deri diku edhe shkurta, domethënë nuk kam mujt 5 veta me ek qëtë natë me zavërzi. Po për çak Edi shkova në living, në sallon, mu qetësua ata pak, me zonë gjumi edhe u ktheva. Kur qetësum, sepse ja kam dhënë besën dikujt edhe ne Dugaxhinit kur japim besën e mbajmë. Nuk po them të tjerë që nuk e mbajnë, po ne pak e mbajmë besën, edhe lash që nuk e qesi për vete se kisha mundsi. Leve, përmene një detaj më herët që më bërë një përshtypje komande i Tirisolet biseda. Thë që Klodi ka pas më shumë afekcion me Benitën se sa me Elionën. Po kemi qenë, ne kemi se janë ata bashkë të pastesa. Po interesi është i sot u bë interesi edhe a ki pa fëmija kur rinë me një nonë edhe me babë. Edhe ata baba nona janë më shumë me ato që ndahen me qatë fëmijë që i bjenë me nejtë se me ato që është pi tjetër, sepse s'po them që ka interes baba nona për ati, por fëmiu i kushton rëndësi më shumë, është me babën, me nonën, dhe kështu që kjo sigurisht janë 2 figurat më përfolur momentalisht, edhe Klodi ka interes, sikur që ka pas me atë që ka pas fijume, që ka qenë i fijum për shef, 3 vjet, tani që ka qenë me këtë aktore, po ka qenë i fijum 3 vjet, kjo është ditur, me atë aktore që është Itali, që e ndajt Eliona me ato, edhe mund me doj që është me Eliona për interes. Edhe për interes marketing, e kështu me radhë, se unë e di sa kam fol me ato frangjisht, ky çment ke mos së syt shkojshin
Edhe zemra i fol kena se nuk i fol ke goja që mas Benitez. E për ty a ka pas ndonjë femër pëlqen që te ke vrejt? Më fal? Ndonjë femër brenda Bigut, a ka pas Se kam pëlqen dhënë për rastin ty unë, se kam dhënë që te ke vrejt, po thjesht sa ke rastin. Pas kam shkuar aty me gjet mu dashuru, Po te edhe ke me gjet dashuri aty brenda se as ka jashtë. Tash ka me të Bigu më shku mu feju edhe me gjet kemi, o zotin na rujt. Po jo, po Unë të vallai të kisha, ke desh, vallai po ajo ka bilaj kushtim. kur më kisha ardhur marrë medal jashtë mo, edhe me këndu, edhe medal publik, nëse unë gjej një femë me shku me gjet me ardh kua unë Big më dashuru edhe më martu. Po Zotin ideja na është që a ka pas ajo interes për ty, jo ti për ata. jo, s'kam në rast, unë e ku prej flok, unë isha ma i keq aty me film. Jo, bëjsha gjana loja dhe kështu që. Kam bë gjitha, domethënë gjatë qëndrimit Bigut më gjyshi, i cili kam kërku medal çat moment, kam pas shumë fyrje, shumë komentet, pse s'ka dal, pamje tash në 10 ditë është gjyshi, pamje është një ditë. Çka kam e bëu në mas 2 ditë edhe medal, po unë kam kërku medal, po nuk e kam qit Bigu. Unë e kam thënë bashortës time, ku më ka tregu lajmin, kam thënë a bën medal, sepse nuk po mrihet po. Sepse u mërzita shumë. Po nuk e ka transmetuar ato Bigu. Tani për çështjen e motrës. Çështjen e motrës e kanë paguar me parë, me siguri me marrë aeroport, me hotel vetëm me armë me burrin e saj, i cili kjo është martuar me një huaj dhe me ngjyrë. Domethënë sepse unë tash nuk muj me ndalu një vullnetin e zemrës saj që u martu. Na kena që këtë mu martu me shqiptar, po çka me po tash? Ajo është e ka dashuru një djalë, po si kum fol 5 vjet, po tash realiteti është ajo. I kanë kërku që ajo me ardhë edhe këta me bo drama, ja pra din me bo shikushmëri, po ajo s'ka ardhë. Edhe në atë rast ka me ik shumë, kanë sulmu shumë që familjes po dojnë, motra s'dojnë, ajo s'ka ardhë për shkak se mos mu mos me dalë shumë gjana të këqija ndaj saj edhe mos mu. Tani me rastin e Serbisë me atë femër, po kam edhe që kena fol në gjuhë, ajo ka pranu, se kishë qenë Bigu i real, ajo mas parë më kishë qitë mu kur jam falë aty, po s'ka pas realitet, shumë sënë. Pse, është gjitha real, qitë edhe kur falë. Qitë dha, po falë në qitë, në të shojnë që bon labi edhe gjatë ditës, falet, as falet, a pinë alkohol, as pinë alkohol. A kuptan, po nuk është real, nuk e qitë qitë. Edhe tash, çështja e Serbisë, pse se kanë marrë ato, që shë gjetën presidentin e Oscarit me fol për ludun, e s'kanë mujtë me allon asaj. Me pru asaj me allon do pare, mu përda faqu me mu. Por, Sasa, familja Sasës, edhe menaxheri Morina, i Elionës që ka allon pare, edhe ka dalë çdo nominim kundër meje, çdo nominim, që unë s'kam lidhje hiç me ato, hiç, se fundi pasha zotën, s'ma kish një hiç. Edhe kisha bo me tuni fara nacionalitetin, kur është e jam e po, kisha pranu, ku pranu familja jam e kryes s'manin mu për askendiq. Po nuk ka qenë realitet, vallaj çdo kush ka në të fol, çdo kush qesh ama e bon ma shumë se une. Po nuk e kom bo. Ajo është një kushërini jon, i cili zonja ka dërgu kretve mesazhin me ardha e kushërini me pranu. Por drama pa mas dramas, edhe aty mu kapshin këta motra, jo ki bo fare, jo s'ki bo faren. Unë këtë familje kom pasu që kërën, moment që kom bo, pse ki bo, ti s'ki drejt me bo, a qka jam unë jem. Tani, me qenë moderator të forta, unë e kom të regu, mas pari, Oltës kishe qenë ti e fort, kishe fitu atje. Ja kom të regu Leonorës, tash ti, të regu ma kur, për te grami, sa vije muzikore ka, për cilës vija një sqersi muzikës, e zdi qka është, bjerë ma një këmita kuart moll, bjerë ma një terc tenalt prej fisit, bjerë ma një shkallë melodike të nalt ose harmonikja, e s'din, se s'ka shkot kryne muzikës, ajo përstohet nuk për mu. Edhe dini u edhnu që unë kam respekt shumë të malë, po e kom thonë, ju me qenë moderator të forte, nuk kishin qenë jo, këtë bota ka një moderator, ju dy, pse? E pra tani edhnu me mua, tani kishin qenë ata moderator shumë të forta, kur Sasa ka thonë, edhe të shqiptarët e ka palu gjysha jeme, ajo që ty më tha, që ty kërkoj falje dhe shqiptarës këmë thënë, po këmë thënë dhe të shqiptarët i kanë timu, po i ka palu si labinota, qka jam une? Qka? A jam shqiptar, dhe më thënë atëtia, pet po thu që pe palon shqiptar. I komentun kohë të fundit e për disa fotografi në Instagram, ko shijet një trup i ekspozomi yti me muzë, a ke përdor ChatGPT edhe... Po e kam përdor, me qenë se unë jam shumë dashamir se fancë jam vetëm i Zotit, fjala fanca shumë e madhe. Unë jam dashamir shumë i boksit. Unë e du boksin ndoshta edhe më shumë se muzikën. Edhe nuk ka bokser bot që nuk ja di historinë. Domethënë prej këtyre që janë lindur 1970 të nishën të nalt,
Kam shku vetëm për Elvir Moriqin me këqyr boksin, vetëm Amerikë kam shku London, kam shku Tyson Fury kur urem me Sefer Seferi, kam këndu në London dhe kam shku, kanë qenë mbi 40 diçka mi shikus kanë qenë. Pse s'po bë trupin çështë pra? Po ta them, unë kam ushtruar 10 vite, po kus kom pas lumti. Kam pas 120 kg një far kohë, kam pas trupin shumë fantastik. Kam pas fuqi shumë të madhe, boksojsha, bësha sparring, kom bo sparring me Rubinin, kom bo sparring, jo, ata shumë forte janë, po kom bo sparring amater, domethënë, unë kam qenë amater, jo ata, me Elvirin, me Sefer Seferin, me Arnold Gjergja, më falni, me shumë, këtë me boksera rrimun, domethënë i du shumë me zemër, i du, por aty nuk u kur kom pas shumë killa nuk u shifke shumë trupim. Por tani e kom lënë në fakt, ku e kom bë lukthim mu dobësu. Jam dobësu 40 killa. Jam dobësu në 70, tash jam 82, ashtu sa do të më pas unë. Po atë ditë po e bona me gjatë GPT dhe unë e di ku dhes edhe çaq po. E thash vetes, e tregova edhe shumë rinis që nëse ushtroni do të dukeni shumë bukur, ja dhe ju jeni doktor e vetvetes. Nëse doni, mami im ka 59 vjeçi. Po ankohet prej komës, ankohet këto, i thash, hajde me mu, vra po, es në mal, es në natyrë, merë ajra në natyrës, par dhe ditë ti e ma mirë kime qenë ti vetvetja doktori vetës se doktori që po shkon të për komën, sepse njeriu do të me qenë doktor edhe do të me dash veten, edhe ne mund ta bëjmë veten, edhe bukur, edhe me ushqim, me hongër, jo me hongër gjërat që nuk duhet me hongër, do të thonë mëngjes, në ora 2 natës, 3 natës, gjithë natës shkojmë darsi me këndu, kur ishe në Hibi ose Al Petrol apo diku, muzikantat kretë të hongër peskavic, edhe suxhuk. Ku hahet në ora 3 mëngjesit, a gjithë natën ka hongër aty në darsi. Ka ndodhur me ushtru boksin jashtë ringut, më rrej me najkan? Po jam rrej shpesh, po. Po jam e kaluar, po tash jam shumë më i qetë, po. Kaluar, po s'kom arrit kur jetën time, dikush një shuplak, s'ka mujt ose më afru sepse kam ushtru me një djalë i cili s'ka luftu në boks apo ring, po këto kapjen e dorave, shtrëngimin e dorave, shtrëngimin e kokës, domethënë me qit në gjumë shpejt dikon, me shtrëngimin e kokës edhe dorën, edhe kam ushtruar me Milaj Moruçi, një super trajner i Gjenevës. Ka ndodhur kjo me shprehjet boksin, me kana, në ai rast, më shumë na tregu. Po mbrëmje muzikore, domethënë shaj një herë, 2 herë shaj, i pi drasë edhe çakarën na jam më mirë. Po, ashtu po. Okej, ja për fund çfarë mundesh më na tregu, çka Unë më ta them një fjalë, gjithë ata banorë që kanë qenë në Big, ja uroj sukses nga jeta. Mbas pari ta kenë shëndetin dhe ta kenë edhe në jetën e tyre ta kenë sukses. Unë nuk kam kur far hatërbetje për tyre, kam hatërbetje vetëm kur e çojnë veten që janë finalistë e fitus. Se fitus ka qenë me vota, mos më kanë fitu, edhe fitusi vërtojt votat, të ta them edhe një rast e cili kam dëshmi. Njerë kur e thojnë favoritet është lundrimi, aty kam qenë 69% me 39. Gjithë shtëpia kam pas 39%, unë kam pas 69, edhe e thojnë lundrimin. Domethënë e kam këtë dëshmi, domethënë 100% vota se nuk guxon mu ek, se e ka dhe Holanda ato. Tash e ka ble Franca, po është Holandas. Edhe se kena quë edhe atje një kërkesë, po, jo nuk është pa di, një kërkesë votave, po edhe kështu që nuk më kanë fitu mu. Edhe kur hiq më larg, kur ka qenë Leonora, ka këndu një javë përpara dasmës që u bë Eliona me Klodin, ai dasma ashtu quajtur. Edhe i ka thonë aty në organizatorët e tjerë, atje labi ka shumë vota, nëse nuk e arrisi me ek me zarfësi, ka me na marr lojën. Edhe vetë ju që tash e regjisori, që ka qenë kryesori, më tha, ty të kanë kërku vetëm me gabu diçka, edhe e kanë tregu 4 lojtarë që me të sulmu, që me tek se e mërshë lojën. Edhe tash sipas produksioni, i kom i me dhunë, që unë nuk s'kom i me dhunë, unë kam ftu, edhe mi a fitu, me dhunë tani bëhet shumë e madhe. Më kanë dalë drona, 2 muaj e gjysmë nuk më kanë pru tesha, më kanë me tesha, tash në Raslane mi ka pru familja, 4-5 domethënë çanta, komër kom e bë operacion shtator, s'kam smuj tash që kam ra aty asja ka një as kur gjë, domethënë gjithë fund i kom dash 2 muaj, mbas 2 muaje qitëshim vetëm keq. Çka unë ja uroj gjithëve banorëve nga zemra sukses, ta kenë shëndetin, ta kenë familjen mirë, ato që kanë për një qëllim kanë aty për edhe unë, për me pas vëmendje më shumë, me marr emër, vallahi edhe unë e pranoj. Edhe mas shumë të që ja uroj vetes. Faleminderit shumë për kohën, për to përgjigjet sinqerta.
Edhe Ju dua, të dëgjoni dhe shikoni artistat shqiptarë.